A ma mirë me rëp, a me zinxhir me pas motorin, ka vet Bleon Krasniqi për rubrikën Pyetjet nga komentet. Zinxhiri edhe rrypi e kanë rolin e njëjtë. Këta sinkronizojnë boshtet që mos me ndodh kolidim mes ventilav edhe pistonit. Tepër fart konkot. Fart. Dallimi pra nuk qëndron në funksion, po në ndërtim, në zhurmë, në kosto edhe mirëmbajtje. Zinxhiri o prej metali edhe qarkullon në vajt motorit. Në teori e ka jetën më të gatë, nuk ka interval caktuar për ndrrim, ndërtim kompakt për motora modern edhe i mirë për rrotullime të larta. Ama që thash jetën e ka më të gatë, s'do me thonë që s'prishet. Edhe ky zgatet, shpanerat konsumohen, që ata kualiteti i vajt në këtë rast është shumë i rëndësishëm se me të bu problem të kushton se është kogja felli montu në motor. Rrypi është prej gume ose edhe thjevt përforcume edhe rrotullon jashtë motorit pa vaj. Punon ma qetë, ma i lirë në prodhim, ndrimin e ka interval caktuar prej 90 deri 120.000 km edhe është ma lirë. Tash prodhues i përdorin dyjat, ama jo me atë arsye se cila është ma e mirë, po në varë prej formës motorit, hapësirës në motor, kostov e tjerë. Zinxhiri kurse në mirëmbajtje nëse e merr ndrimin e vajit, kurse rrypi ka kostot mirëmbajtjes ama nuk të bën prishje befasuese. Po edhe me të bo prishje befasuese me të lënë lloç, OPR-ja nuk të lën lloç. Kështu që follow faqet edhe kapni ofertat. Vazhdojna me komente edhe